Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka al Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndimin të nësi të kujmet me Allah subhana të elos dhe ati përgjërom që të lavdroj dhe të bekoj dërgojnë e ti Muhammedi sallallahu alaihi sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të vëzgjët. Të në vëzër, njoftimi me një përsaktim ose me një ide ose me një ideologi, zakonisht është më i saktë dhe më i plot nëse i qasësh prej ka veçoritë e ides, jo prej ka anët e përbashkëta të ides me idet e tjera. Edhe pse edhe tek pjesa e përbashkët e një ideje me të tjerat, edhe tek pjesa e përbashkët mund ta ketë një diçka më të theksuar ose diçka më të veçantë. Mirpo, ajo njohja më e mirë, më e denjë, në raport me diçka është duke u fokusuar tek ajo që është pjesa më e veçantë e saj. E sidomos tek vlerat e theksuara të asaj domethënia, atij konceptit e kështu me radhë. Kështu që Islami ka veçoritë veta. Mirpo, e ka një vlerë të theksuar, e ka edhe si veçori, e ka të përbashkët me të tjerët, në kuptimin e përgjithshëm, po në veçantinë e vet Islami është unik. Është fe e zgjidhjeve. Fe e zgjidhjeve. Do thonë, e krijon rendin i cili bën zgjidhje. E krijon mendësinë e cila ofron zgjidhje. Qel rrugë dhe ofron rrugdalë të cilat me do e mos përfundojnë në zgjidhje. Mirpo, zgjidhjet e Islamit nuk janë sipas propozimeve tona. Ne duam zgjidhje, po le të jetë kjo zgjidhje. Jo, Islami ka zgjidhjet e veta. Për shembull, ka zgjidhje Islami fjalabia, për shembull, zgjidhje duke parandaluar të keqen. Edhe na i afrohemi së keqës e pastaj i lypmi zgjidhjet tek Islami. Ti jo afro shumë të keqës, Islami zgjidhjen e ka pasur tek mekanizmi parandalues, jo tek zgjidhja pasi që të përlyesh ose domethënë të ngatrohesh. Kështu që Islami është fe e zgjidhjeve dhe kjo është shumë e rëndësishme për ta kuptuar thelbin e kësaj ligjërate. Saktësisht, për shembull, Allah subhanahu wa taala thotë: "Inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah nuk e ndryshon mirësinë e tij ndaj një populli, nuk e ndryshon çndrimin mirësinë e tij ndaj një populli përderisa ata nuk kanë ndryshuar vetë. Që i bie domthonë Islami zgjidhjen e ka duke u nisur individi tek vetvetja, përmirësimi i individit. Që i bie nëse ne bëhemi të zëshëm ose kemi ambicia të mëdha për me ndryshu botën, pa ndryshu vetën, i bie që nuk kemi ardhur te zgjidhja e Islamit. Ose i dhu Allah sallallahu alaihi wasallam në hadith që shënon Tabarani, Sheikh Albani thotë që hadithi është hasan, për Muadhi thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Ista'inu ala injahi hawaijikum bil kitman, fa inna kulla dhi ni'matin mahsud." Thotë i dhu Allah sallallahu alaihi wasallam: "Mundohuni të realizoni qëllimet e juaja duke i fshehur." Mundohuni të realizoni qëllimet e juaja duke i fshehur, sepse çdo i begatuar është edhe i haseduar, domthonë pritet që ta kenë njerëzit domthonë zili. Tash Islami ka zgjidhje, mos fal shumë në laborator. Është qartë, teksa po prodhon, teksa po ndërton lavdien tënde, hesht, mos fal shumë. Kur ta bësh realitet, pastaj domethënë përfalen. Këtë rast për shembull, ne mund të synojmë ndoshta një zgjidhje tjetër, ku ne folmi shumë, realizojmë pak. Edhe mendojmë që jemi duke punuar në drejtim të realizimit të qëllimit. Kjo nuk është zgjidhje. Zgjidhja është me kriju një mentalitet që punojmë dhe domethënë nuk flasim. Kështu që ajo që po duam të trajtojmë sonte, thjesht për me kuptuar që Islami në kohën e duhur, në momentin e duhur ofron zgjidhje. Dhe shpesh njerëzit gjenden para zgjidhjeve, po në kohën e vonuar, dhe ajo më nuk është zgjidhje. Domethënë nuk është zgjidhje nëse ti je shemo xhenemin. Nuk ka mos zgjidhje nëse ti je para dënimit të Allahu subhanahu wa taala. Ndaj sot me lenë Allahut do të përpiqem që të përmendim dy investime, dy forca, dy energji, cilat i duhen një të udhëzuari, një të sapo udhëzuari, një prej vitesh i udhëzuar, e sidomos nëse kam të drejtë, të udhëzuarit në këtë kohë i duhet thuajse më shumë se kujdo më herët. Nëse kam të drejtë në thonë kësaj, sepse nuk kjo megjithatë ta konstatosh kësaj, lyp shumë domthonë studim edhe shumë mbështetje. Për çka kam fjalën? E kam fjalën për një konstatim i cili realisht është mbi bazën e një evidence dhe fakti të regjistruar. Domethënë, i kena na një epokë që quhet shokët e profetit sallallahu alajhi wasallam. Ajo për neve ata nuk janë për neve personazhe të rastësishme të gjindura në një epokë. Jo, domethënë ata janë përzgjedhur me kujdes hyjnor. Domthonë sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, shokët e tij, janë përzgjedhur nga Zoti edhe historia e tyre, edhe jetëshkrimi i tyre dhe jetësimi që ata ja kanë bërë Islamit është ruajtur për mrekulli, pikërisht për të ardhur deri te çka domethënia. Tash nëse i kthehemi dhe e shohim se si e kanë realizuar që këtë investim dy polësh,
sahabët e gjejmë të vërtetë. Cila është ajo? E kena një evidencë quhen sahabët në Mekë, edhe sahabët në Medinë. Edhe tash ne koncentrohemi te sahabët në Mekë. Sahabët në Mekë e kemi sahabët e periudhës së vështirë. Apo? Sahabët pak veta, sahabët e torturave, sahabët që familja i ka të huajtur, sahabët që i ka injoruar shoqënia, sahabët që kanë hequr të zitu lirit edhe shkan, domthonë gjithçka është e vështirë që mundesh me menu, këta sahabe e kanë kaluar në periudhën e Mekës. Tash, let menojmë për pak çaste që nena në një periudhë të vështirë. Nuk jena në një periudhë të vështirë në kuptimin e përsekutimeve, por jemi në një periudhë të vështirë në kuptimin e sfidave. Domethënë, ti shkon në universitet, i ke do sfida. Kthehesh del, shkon në lagje aty ke sfida të tjera. Shkon në familje ke sfida. Domethënë, ti dhe ata sahabët, domethënë keni një ngjarje të përbashkët të vështirësive. A ka mundësi me studiu jetën e tyre? Ndoshta aty e gjemi formulën se si të kemi një fetari të qëndrueshme, të kemi një devotshmëri jetë gjate, të kemi një stabilitet fetar i cili na jep është shumë premtues që me gjas jetohemi me të. Sepse fetaria këtu është thelbi, a jeton dhe vdes me të. Nuk është thelbi fetarisë a e man një periudhë caktuar. Sepse në fundi edhe nuk është ndoshta domethënë as që ka të bëj me thelbin e fesë. Saktësisht, ku ne potencohemi vështirësia, sfida, kjo na bën neve me për vështirësisë, a na bën me menu për me gjithë zgjidhje. Njerëz të mençur nuk ikin për vështirësisë. Njerëz të mençur nëse vështirësia është e pashmangshme, hulumtojnë për ta gjetur zgjidhjen. Dhe unë besoj që zgjidhja, në vëllezër, për këtë çdo sfida që i keni. Ju jeni shumë të ri dhe keni disa sfida që janë të kohës suaj. Pastaj kur fillon periudha postdiplomimit edhe fakultetit edhe karrierës edhe angazhimit, janë do sfida të tjera sërish të vështira. Pastaj janë disa periudha të tjera që as që i kalkuloni sot, po ato do të shfaqen tutje. Për gjitha me lenë Allah subhanahu wa taala, duke u referuar tek sahabët, tek shembulli i tyre dhe Kurani dhe Suneti, besoj që dy investime e japin një forcë të madhe për rrugë gjatë. Është vëmendja tek ahireti, edhe është domethënë namazi i natës. Vëmendja tek ahireti, tek jeta e mëtejme, edhe namazi i natës. Saktësisht. Këto dy zgjidhje, këto dy investime japin efekt. Tek ti si fillestar, se edhe sahabët Mekë ka pas që kanë qenë fillestar dhe kanë pas që kanë qenë të vjetër. Domethënë, një prej sahabëve ka qenë 1 vjet i udhëzuar, ai tjetri ka pas 2 javë të udhëzimit. Nëse kështu mja jetën e të dyve, të dy domethënë e kanë po të njëjtën ngjarje për afërsisht tek tema e ahiretit edhe tema e namazit natës. Është e përshtatshme në shkallë të ndryshme. Për arsye se sahabët nuk kanë qenë këtë një shkallë. Është e përshtatshme edhe jep efekt edhe me ambicie dhe motive të larta, po edhe jo aq të atilla. Si dhe është e tillë edhe nëse thjesht je duke luftuar për mbijetesë fetare, po edhe nëse elhamdullah ki dalë domethënë mirë në binare dhe po ecë domethënë e tutje. Saktësisht. Konsideroj që këto dyja nuk janë thjesht zgjidhje, po janë ushqim me efekt shërues. Domethënë njerëzit ndonjëherë për shembull ushqehet thjesht për të ngopë edhe për të marrë vlerat ushqimore, thjesht për të pas energji për të qëndruar në këmbë, apo? Ndërka ndonjëherë ti më shumë se sa ushqehesh, merr terapi kuruese. Domethënë kjo është edhe ushqim, edhe kurë. Është edhe marrja e vlerave ushqimore, po edhe domethënë mjekim. Për shembull, ne përpos që mirëmbahemi me këto dyja, edhe shërohemi. Fjala bie, na helmomi në vazhdimsi. Mi po e marrmi një dozë të vëmendjes tek ahireti, edhe një dozë tek namazi natës edhe shërohemi. Për shembull, ne na kap momente të caktuara gjatë ditës, fjala bie për shembull lakmia e fuqishme. Edhe pastaj, vëmendja tek ahireti, xheneti i Allahut, xhehenemi, rreziku, dalja për Allahut, edhe lakmia stabilizohet. Ose për shembull, të kap ideja ose të kap fryma dhe stuhia e materializmit edhe nihilizmit, që jeta është qef edhe duhet mohon gjithçka me investu vetëm për qef edhe për materie. Edhe e menon urën e siratit, e menon domethënë mundsinë e djegjes zjarrit të xhenemit edhe stabilizohesh. Ose për shembull, të kap gafleti dhe i harron temat e mëdha, të kap përgjumja dhe nuk e kimon prioritet madhnimin e Allahut, nuk e kim prioritet përgatitjen për ahiret, nalesh për pak çaste, e menon jetën e varrit, e menon ringjalljen, e menon daljen para Allahut, e menon fryrjen e surrit të kështu me radhë, edhe stabilizohen domethënë si tema. Saktësisht, kjo sfidë e përditshme, çish mund të menaxhu? Domethënë, nëse ti fjala bie për shkakun menon ta menaxhosh këtë vetëm nëpërmjet temave të zemrës, është e vështirë. Nëse të menon ta menaxhosh këtë vetëm me rreth shoqëror të mirë, është e vështirë. Mirë, po nëse e kije
ahiretin në prioritet, si temë dhe si vëmendje, edhe domethënë namazin e natës do ta vreni tuti inshallah nëpërmjet argumenteve se si me lenë Allah subhanahu wa taala ka ndryshim. Për shembull, Kurani të vëllezër për nga zbritja ndahet në dy pjesë, Kurani i periudhës mekase dhe Kurani i periudhës medinase. Çka e karakterizon Kuranin e periudhës mekase? Kryesisht ajetet janë për ahiretin, për ditën e gjykimit, ringjalljen edhe temat e besimit. Pse Allahu ka vepruar kësaj? Sepse periudha mekase u kon periudhë e vështirë, dhe në periudhat e vështira te kalohen duke pasur vëmendje tek ahireti. Kjo është rregull. Domethënë tash ti e keni periudhë joshjeje që e vështirë po e menaxhon, apo? Fakti që ka vështirësi atëherë duhet me sforcu vëmendjen tek ahireti, shumë e thjeshtë është. A kemi të drejtë ta kërkojmë zgjidhjen diku tjetër? Jo, kjo është zgjidhja. Kjo është zgjidhje e provuar, është provuar me sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dai thot Aisha radhiyallahu anha, sikur se shënojmë në Buhariu, thot inma nazala awwala ma nazala min suratun min al-mufassal fiha dhikru al-jannati wan-nar hatta idha thaba an-nasu ila al-islam. Thot prej sureve të para që Allahu ka zbrit, kryesisht kanë qenë ku është përshkruar zjarmi i xhenemit edhe xheneti i Allahut, derisa njerëzit u më këmbën në fe. Domethënë, u dasht me sforcue fetarinë e tyne nëpërmjet temave të xhenetit edhe të xhenemit. Domethënë shumë është e thjeshtë. Domethënë ti a do me jetu kësaj, formula kjo formë të jetuarit ka xhenem. A do me jetu kësaj? Po, kjo përfundon në xhenet. Tash ndosh me impresionin e fundit për me mujt me menaxhu domethënë të sotmën. Ndaj nëse e shohim Kur'anin Mekas, nëse kena të drejtë kështu me quajtun, domethënë e shohim që është një përshkrim i detajzuar i ahiretit, i ditës së gjykimit, i urrës së siratit, edhe i ringjalljes, i dhënies së llogarisë kështu me radhë, ndoshta domethënë ta përfituron, ndoshta në detajet aq sa mund të imagjinosh, domethënë sa mund të shkojë imagjinata e njerit, mirë po nuk e afrohet domethënë realitetit. Ndaj këtu ndoshta ka qenë një arsye pse në Mekë nuk ka ekzistuar një strukturë shtetërore muslimanëve. Sepse sikurse nuk ka ekzistuar edhe një interesim i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe sahabëve për të përplasur me qytetrimet. Për arsye se ka qenë periudha e edukimit shpirtëror ku fokusi ka qenë tek temat e ahiretit, besimit dhe domethënë ringjalljes. Ndaj, nëse e gjojmë natë që sahabët janë qenë të fuqishëm shpirtërisht, dhe me këtë fuqi shpirtërore kanë ndërtuar Medinën dhe qytetrimin që ne sot e gëzojmë. Atëherë, çysh janë bërë aq fuqishëm për atë periudhë 13 vjeçare që kanë qenë në Mekë? Domethënë, e kuptojmë që ata me çka forcë shpirtërore kanë ndërtuar qytetrim. Me këtë, më thonën, nuk kanë dezertuar. Periudha sahabët e periudhës Mekase nuk kanë dezertuar. Nuk ka dezertim aty, nuk ka lëshim nga muhaxherët. Domethënë, në dominancë absolute kanë vdekur, domethënë, ashtu sikurse ka qenë i dashuri sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kënaqur me ta. Si dhe, domethënë, nuk ka evidencë që i ka bler dikush sahabët e Mekës. Sigur se nuk ka domethënë sahabe që e kanë harruar synimin edhe kanë dalë pe itinerarit cilën ja ka përcaktuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo a priori neve na dërgon. Çka ka karakteristikë periudha mekase? Shumë vëmendje te tema ahiretit, shumë vëmendje te ringjallja, shumë vëmendje te xheneti edhe tek xhenemi, edhe rrëdhëmisht domethënë janë kanë asisoj mirë, po periudha mekase ka edhe namazin e natës vitin e parë që është obligim, që kemi marrë tutje me shpjegum me citat. Atëherë le ta mendojmë nën vetveten tash, në vetveten tonë. Dhe kjo është një formë manuale se si kisha pas dëshirë ju tutje të referoni këtij ligjërimi në situatat e juaja. Domethënë, gjendesh para një joshje, gjendesh para një haramit, gjendesh para një oferte të gabuar, gjendesh para një momenti që mundesh me marrë një vendim shumë të gabuar jetik që ka me të kushtuar në fe, kështu më radh, i menon çtu. Se kështu kanë menu sahabët dhe kështu ja kanë dalë ata. Domethënë, çysh arritën ata me pas as i fetarien, as i presionin, çysh mund të me pasën as i përkushtimin, as i rrethona. Përgjigjja është sonte me lenë Allahut. E para, për shembull, nëse gjendesh para joshjeve të këtushme të kësaj dynjaje, edhe ti edukohesh me këto ajete, thot Allahu subhanahu wa darul akhiratu khairun lil ladina yattaqun afala taqilun. Jeta e mshimit është më e mirë për njerëzit e devotshëm, a nuk po logjikoni? Ose thot Allahu subhanahu wa ma utitum min shay'in famata'ul hayati ad-dunya wa zinatuha. Çfarë do knatësish, çfarë do joshjesh, çfarë do përjetimesh, që jeni duke përjetuar, fundja janë shumë përkohshme të kësaj bote, janë heshit të përkohshme të kësaj bote, përkohshme, janë shumë të shkurta. Thot Allah subhanahu wa ma inda Allahi khairun wa abqa afala taqilun. Ajo që është tek Allahu, premtimi që është tek Allahu, është më i mirë dhe më i përjetshëm. Po përmendet e përjetshme për ta nënvizuar pikërisht këtë domethënie
Si mund ta rrezikosh diçka shumë e përjetshme për diçka shumë knatësi e shkurtër? Domthonë është 5 minuta, është 10, është një ditë, është një karrierë, është një 4 vjet. Çish e rrezikon atë çka është e përjetshme? Domthonë është meta, e ka përdorur thjesht një diçka e cila kalon shumë shpejt. Thot Allahu subhanahu wa taala, thot afaman wa'adnahu wa'dan hasana fa huwa laqihi kama matta'nahu mata'a al-hayati ad-dunya thumma huwa yawm al-qiyamati min al-muhdarin. Thot çish mund të më barazu dikush i cili po e merr një premtim prej Zotit, dhe atë premtim do ta gjej. Xheneti i Allahut, përjetësia, lumturia, apo çish mund të më barazu dikush i cili e ka një premtim prej Zotit, dhe atë do ta gjej. Çish mund të bazohet ky me dikë që ne do t'i japim një kënaqësi të kësaj bote. Dhe pastaj në ditën e gjykimit do ta gjej veprën e vet për të përfunduar në zjarr. Çish mund të më barazu? Çish mund të më kon sfiduese për ty? Dikush i cili fundin e ka zjarrin. Thot Allah subhana, "Qul tamatta' bi kufrika qalila innaka min ashabin nar." Thuaj kënaqu me atë mosbesimin tan, me atë mohimin tan, me humbjen tonë, kënaqu për pak, se në fund do të jesh prej banorëve të zjarrit. Domethënë, njeriu i logjikshëm. E fala taqilun, apo nuk po logjikoni. Edhe tash nëse ti fjala bie për shkak të gjendësh pranë diçkaje, e cila vërtet ty domethënë të lëkund, ose vërtet të bën të mendosh për tu ripërcaktuar. Domthonë, prej gjonave bazë do të menua, a e bën njëri logjikshëm me rrezikua ahiretin e tij, me rrezikua mshimin e tij, me rreziku përjetësinë e tij për diçka të kësaj bote. Për shembull, ju e keni tauhidin edhe keni namazin edhe lusallahu me mundsu me vdek me namazin me tauhid. Edhe për shembull vën shejtani thotë megjithatë engjë nuk jemi, pse kena disa mëkate. Edhe tash, pa çka se keni disa mëkate, edhe logjika tjetër thotë kështu. Pa çka që ki tauhidin edhe domethënë namazin, nëse Allah ta ka bë furnizim me hin xhenet, mirë po fillimisht me hin zjarmin e xhenemit. Çka nëse për shembull mëkatet edhe hieshit, edhe qefet, edhe gjonat që po t'joshin edhe po bjen ato, nëse ato kushtojnë vetëm një gjysmë ditë në zjarmin e xhenemit, jo më shumë. Vetëm një gjysmë ditë. Imagjino, nuk është më shumë. E dini atë hadithin ku i Allah sallallahu alaihi wasallam tregon për njeriu i cili futet në zjarr vetëm për një çast edhe futet në zjarmin e xhenemit, jo për t'u djegur, thjesht futet në xhenemin si vend banem, futet për një çast edhe nxirret, edhe pastaj i thuhet, a e kënaqur në këtë dunjë? Thot kur nuk jam kënaqur këtë dunjë. Sepse domthon vetëm një çast i xhenemit është i mjaftueshëm me harru çdo kënaqësi që ke mujt me përjetuar këtë dunjë. Tash tema e ahiretit nuk ka temë vogël. Tema e ahiretit nuk ka temë që le ta mbojmë anësh. Ose tema e ahiretit me fundja ne jemi 3, është mirë mos më sill shumë ka tema e ahiretit. Jo, është temë e madhe. Është temë që të bën njeri, është temë që ti hap syt, është temë që të mas stabil, është temë që ta sforcon fokusin për me fitu kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Ose një shembull tjetër. Ti mund të jesh në përditshmëri, në përplasje ndërmjet raportit të ibadetit edhe raportit të mëkatit. Po e lë këtë ibadet ose po e bëj këtë mëkat. Ose bën edhe pak këtë ibadet ose zbohet kiameti me bë këtë mëkat. Apo e kena një përplasje ndërmjet ibadetit edhe mëkatit. Imagjino tash çka skin. Thot Allah subhanahu ku tregon për ata të cilët e morin librin nga ana e djathtë, ha umqra'u kitabi. Ai dele thot, ha lexoni librin tim. Domthon kjo është ndjenjë krenarie. Unë kam ditë që do të më investu për këtë ditë. Unë kam ditë që kam marrë këtë ditë unë me parë regjistrin e veprave të mia me të cilën kam fituar xhenetin e Allah subhanahu. Çka thot ai tjetri i cili e merr nga ana e majt, thot Allah subhanahu fa yaqulu ya laitani lam uta kitabi. Ai thot, ah mirë për mua, të mos më shndon hiç ky libër. Edhe mos ta kisha ditë hiç, wala ma adri ma hisabi, edhe hiç mos e kisha ditë ku është llogaria ime. Tash merr tash çka ngjarje edhe në vazhdimsi. Hin xhami edhe mund ta shfletosh telefonin për diçka të kot, ose mund të jesh duke prit ligjëratën në universitet, edhe ta shfletosh për diçka të kot, edhe mund të bësh dhikr, mund ta përmendosh Allah, mund të bësh dua, mund të mendosh diçka të dobesh, mund të lezosh pak Kur'an e kështu me radhë. Tash jeti mes dy presione, mes ibadetit që kemë thonë ditën e gjykimit çe lexone, ja shif në regjistrin tim, edhe mes mëkateve që thonë, më mirë mos ta kisha pa hiç këtë libër. Më mirë mos ta kisha pa hiç domethënë fare këtë libër. Ndaj thot Allah subhanahu, "Ma li hadha al-kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Ditën e gjykimit njeriu kur ta shohë regjistrin e veprave thotë, "Çka ky libër s'kalon sen pa shënu." Çysh s'kalon sen pa shënu? Domethënë, edhe çat joshin e vogël, çat mëkatin, çat në përditshmëri, që si ki bë për llogari fare, apo? Edhe ato kemi pa ditën e gjykimit. Tash nëse rriti me këtë presion, a nuk e ndreq tema ahiretit për dëshmërinë tënde? Nëse ki vështirësi edhe të vynë një shtys, e ki një sprov ose një sfidë, edhe 2-3 vjet duhet me bë sabër, pastaj letohet. Çdo 2-3 vjet si kemi kalu? Të vynë tema ahiretit. Duhet tema ahiretit një që me mujt
Domethënë me kalu. Ose një shembull tjetër. Për shembull, në vazhdimsi ti ndoshta e ke dëshirën e veprës ose e ke dëshirën e shmangjes nga mëkatet, mirë ke shumë barrikada. Ki shumë domethënë kodra që duhet me te i kalu për me mujt me ardhen të vepra ose me ardhen të praktikja një mëkatit. E shënon Imam Buhariu për Abu Hurajrës, ku Allah sallallahu alaihi wasallam tregon për urën e Siratit. Edhe të përshuan se si vijnë profetët e kështu me radhë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot wa kalamur rusuli yawma idhin Allahumma sallim sallim. Thot kur ta shohim profetët urën e Siratit, e cila urë është mbi zjarmin e xhenemit, duhet me te kalu për me mujt me shku në xhenet. Profetët kur ta shohin thonë Allahumma sallim sallim, o Zot shpëtona neve, shpëtona umetin tonë kështu me radhë. Tash imagjino domethënë ti gjendesh para një momenti që të sumpet e kalon një barikadë. Edhe menon, çka nëse un kët barikadë sumpet e kaloja, kjo mund të jetë mund ta kaloj domethënë urën e Siratit. Domethënë mund të jetë aty testi aty madh i jetës. Domethënë elhamdulillah shumë kapitull fetarisë ke rregullu, po kjo ardh diku dhe aty nuk po e te kalon dot. Merr edhe fali vetes. Çka nëse kjo është arsyeja që nuk e kalon urën e Siratit? Nuk ka këtë më vogël. Për arsye, i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam kur tregon njënin prej të fundit që mezi arrin ta kaloj urën e Siratit me shumë vështirësi, edhe shkon duke u zvarritur me barkun e tij, sikur se shënon Imam Hakimi për Abdullah ibn Mesudit, i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam thot i fundit thot shkon duke u zvarritur barkas. Edhe pas thot ej Rabbi lima dha abta'ta bi. Thot o Zot, pse më mundsove kaq kadal? Me kaq vështirësi me kaluar në Siratit, domthonë një urë më mpret se sa tehu i shpatës. Apo? Në atë urë me kalu duke u zvarrit, thot o Zot, pse un kaq kadal? Allahu i thot në ditën e gjykimit tek ura Siratit këtij njeriu, i cili mund të jam unë, mund të jesh ti, i thot lem ubti bika inma abta'a bika amaluk. Nuk të kam ngadalsuar unë, të kam ngadalsuar puna jote. Më thonë, ti shumë kadal po përmirësohesh. Menoje që ngadalë ka përcenu urën e Siratit. Shumë ngadalë po e dorë nga mëkati. Menoje që mund të jesh shumë ngadalë të kaluar urën e Siratit. Domthon tema e urës së Siratit domthon ta ndresh pikpamjen, ta ndresh botkuptimin, ti rregullon prioritetet. I na du fol për realitet, nuk i na du fol për film. Nuk i na du fol për një prallë, nuk i na du fol për një imagjinat, i na du fol për realitet, ne i besojmë shpallën është kjo. Na besojmë bençëm që ka ringjallë dhe ka urë Sirati. Edhe duhet me ka përcy krejt në urën e Siratit, për e mujt me në xhenetin e Allahut. A është temë e vogël kjo? Sahabët e Mekës kështu janë eduku. Për aty s'ka pas devim, s'ka pas dezertim, s'ka pas zbrapsje, s'ka pas. Tema e ahiretit e ka këtë potencial. Tema e ahiretit e ka këtë fuqi për me mujt me rregullu, domethënë njeriu. Ose pe marr me një shembull tjetër. Nëse ti fjala bie për shembull si shpesh lexon për xhenetin ose qoftë për xhenetin, qoftë për xhenemin. Pa e të lexon për shembull lexon më shpesh për xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Imagjino për shembull të lexosh ta kesh rregull gjatë javës, gjatë muajit, qoftë literaturë, qoftë ajetet ku përmenden xheneti, edhe të mos e kesh për shembull në vëmendje që o tu fol për shtëpinë tonë, o tu fol për shtëpinë e ëndrave tu, o tu fol për pjesën më të mirë që kimë shiu në ekzistencën tënde. Pasi dikush pi parëve tonë ka thonë, jam çudit me dikë i cili beson që ekziston xhenemi, edhe nuk ka frikë, edhe nuk ik prej tij, edhe beson që ekziston xheneti, edhe se si nuk përkushtohet për ta fituar atë. Më thonë shumë në beson apo nuk e beson? Më thonë ti në raport me xhenet apo me xhenem, ai duke qëndruar sikur se raport ka gjas më kanë vërtet ose ka gjas apo mos tjetë. Ka gjas me xhenem apo mos me hi. Ka gjas me xhenet apo mos me hi. A ka gjas që janë të vërteta? Jo, ato janë 100%, ato janë absolutisht vërteta që ekzistojnë. Sepse kjo drejtësia e Allahut, edhe është mëshira e Allahut, duhet me ekzistuar xhenemi se drejtësia e Allahut, edhe duhet me ekzistuar xheneti i Allahut se drejtësia e tij dhe mëshira e Allahut subhanahu wa taala. Imagjino për shembull vetëm konceptin ngushtësi edhe xherosi. Nuk po du me dhon shumë me detaje për shkak të fobive të njerëzve, po veç me kuptu ngushtësinë si sprovë edhe xhersinë si mëshirë. Thot Allah subhana, wa idha ulqu minha makanan dayiqan muqarranin da'u hunalika thubura. Dikush pi selefit ka qenë duke qëndruar dhe vend dikush e errëson që ta jetë. Thot dhe ata kur të hudhen në xhenem, hudhen në një ngushtësi të lidhur me pranga. Domethënë, edhe durt i kanë të lidhur edhe kom deri në qafë, edhe plus hudhen në një ngushtësi, në një gyp, në një vrim, në një formë prej formave ku ata edhe sun lëvizin, edhe plus janë të lidhur, e pastaj thot fillojnë të luten për tu vetë shkatruar.
fillon, domethënë lutet që Allahu t'i merr jetën, lutet që Allahu ta shkatërroj. Tash e ki këtë premtim që gjunat e tua mundën me t'u zjarr, edhe mu lidh, edhe me shku atje në një vrim për vrimave të zjarrit të xhenimit, edhe ki në anën tjetër wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ngutuni për tek falja e Zotit tuaj dhe për tek xheneti i tij, gjerësia e cilit ose qejtë edhe toka, që është bogati për njerëz të devotshëm. A ja vlen mu bëj devotshëm? Po e vështirë është mu koni devotshëm. Është e vështirë ti është i rrethekuar me harame, i rrethekuar me joshje, i rrethekuar me shumë çka që ty ta lodh fokusin tënd tek e vërteta, tek ajo që të dosh, është këmbgulje e madhe për të qëndruar tek ajo që ti dëshiron, apo ka vështirësi, është sfiduese. Është sfiduese, po është xheneti, gjerësia e cilit është saqetë dhe tokën. Domthonë, janë momente që ti ndoshta mendon që mëkatet po t'japin një gjerësi të tokës, një relaksim ose ku diun çka, ndërkaq do të kushtojë me ngushësi në xhenem, edhe e ki domthon xhenetin Allahu subhanahu wa taala që është gjerësia e tij, sa gjerësia e qejve edhe e tokës. Kjo është domthon sa për këtë temën së domthon ahiretit. Domthon sa herë që njeriu e ka në vëmendje, e ka në përditshmëri, e ka në prioritet të mendoj për ahiretin, të mendoj për xhenetin, për xhenemin, të mendoj për ngjalljen, për vdekjen, për momentin e vdekjes, dalën para Allahut, momentin e natës së parë në varr, dhënjes llogari, përgjigjet në sualin, në pyetjen që të bën në varr kështu më radh, nuk mundet sfidat për rreth të jenë më me ndikim se sa kjo. Kjo është më e madhe. Kjo është më e trishtueshme, kjo është më goditëse. Dhe kjo kur i shtohet edhe investimi i dytë, që është namazi i natës, e ka efektin e plotë. E ka efektin maksimum. Cili është ky efekt? Allah subhanahu wa taala na tregon se si kur i vjen mesazhi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mbulohet, e keni parasysh surën e Muzammil, edhe porosit Allahut që të qohet, të falet, e kështu me radhë. Në fund të këtij pasazhi Allahu azza wa jalla tregon arsyeën pse një profet dhe shokët e tij duhet të zgjohen natën për të falë namaz natë. Ose se ne e quajmë namaz natë qoftë edhe namazin e namaz yasies, apo qoftë edhe një 10 minuta, domthon pas yasies para se domthon të shkosh për xhum. Thot inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Thot kjo, do të thonë namazi i natës, edhe Kurani i natës, edhe recitimi i natën, thot nga që kjo aktivitet, kjo gjallënia e natës është ashaddu wat'an, më shumë godet në zemër. Domethënë efekti i zemrës është domethënë efekt i dëshiruar, i synuar. Domethënë na nuk duhet me bëj lista veprash, nëse ato nuk arrin edhe aq me na prek domethënë në zemër. Mos mu gëzu shumë me listat, po mu gëzu me prekjen që vjen deri tek zemra. Domethënë një goditje në zemër është më e mirë se sa mira vepra të cilat nuk kanë prek tek domethënë tek zemra. Ndaj në fillim, sikur sa shënim Buhariu pe Aishës radhiyallahu anha, në vit i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam, dhe sahabët e kanë pasur obligim namazin e natës. Pas një viti zbret ajeti që i liron domethënë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, domethënë prej kësaj. Ku është thelbi? Thelbi është këtu. Dita e ka atmosferën e dinamikës. Dita e ka natyrën e rrëmujës, e ka karakterin e detyrave. Jeta e ditës është jeta e detyrave, e rrëmujës, e dinamikës, edhe domethënë e lëvizjes. Dhe zakonisht kur ka kësaj rrethanash, reflektimi dhe mendimi i thellë është domethënë shumë i dobët. Ndërkaq nota nga natyra e saj është domethënë më e predispozuar për reflektim, për vetëpërmirësim, për vetçortim, për vetfajsim, për të bërë gati për një ditë tjetër me shumë tema të ndryshuara e kështu me radhë me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo në të vërtetë, edhe kjo lidhet me temën e ahiretit. Thot Allah subhanahu: "O min al-layli fasjud lahu wasabbihu laylan tawila." Thot natën zgjohu për të falë namaz natë, edhe për ta përmendur Allahun. Natën përmend Allahun dhe fal namaz natë. Inna haula yuhibbuna al-ajila wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Sepse ata, pabesimtarët, e kanë harruar që ka një ditë të ringjallje, e kanë harruar që ka një ditë të vështirë. Pse Allahu po e përmend në ajetin e radhës mosbesimin e pabesimtarëve për ditën e gjykimit, pasi po e porosit profetin për namaznate. Sikur i jep me nënkuptuar që namazi i natës, pjesë të goditjes e ka me ta fresku temën e ahiretit. Namazi i natës ta freskon dhe ta ma të freskët temën e ahiretit. Ndaj Abdullah ibn Abbas i thotë kushdo i cili dëshiron ta ketë më të lehtë qëndrimin e tij përpara Allahut,
Thot le ta ketë pjesë të jetës, domethënë namazin e natës. Çfarë terapie dhe me këtë përmbyllim? Çfarë terapie për gjithë ne është namazi i natës bashkë me temën e ahiretit. Ngjoni çka hadith ku përshkruhet namazi i natës. E shënon Imam Tirmidhiu, shërbon thotë hadithi sahih për Abu Umam al-Bahili radhiyallahu anhu, thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Aleikum bi qiyamil layl." Përkushtoni mos ju ik namazi i natës. 5 minuta, 10 minuta, 20 minuta. E merr mushafin, e merr telefonin, lexon domethënë një faqe Kur'an, 2 recate, megjithatë le të kesh një hise të namazit të natës. Thot aleikum bi qiyamil layl. Mos ju ik namazi i natës. Fa innahu da'bu s-salihin qablakum. Thot sepse namazi i natës është zakoni dhe tradita e njerëzve të mirë para jush. Thot wa huwa qurbatun lakum ila rabbikum. Dhe është përpjekje për t'u afruar tek Zoti juaj. Wa makfaratun lis-sayyi'at, edhe shlyse e mëkateve. Wa manhatun 'anil ithm, edhe ju nal prej mëkateve. Keni vëmendje. Da'bu s-salihin qablakum, është zakoni njerëzve të mirë qablakum, para jush. Çka dosh idhur Allah sallallahu alaihi wasallam thonë? Nuk është formulë e re. Domthonë në çdo brez, çdo profet, në çdo periudhë, çdo epokë, ata të cilët kanë qenë koncentruar te ahireti, edhe kanë pas një pjesë natës, kanë reflektuar, janë pendu, kanë kërkuar falë tek Allah subhanahu wa taala, e kanë pas një moment përgjerimi para Allahut, për ulje para Allahut, 5 minuta, 10, 20, apo u kanë, po thotë Allah sallallahu alaihi wasallam, kjo ka qenë zakoni për hershëm i këtë njerëzve të mirë. A doni tini të tillë? Atëherë le ta keni edhe ju zakon. E dyta, thot wa huwa qurbatun lakum ila rabbikum. Dhe kjo është një përpjekje afrimi me Zotin tuaj. Çka i bie kjo? Unë e marr këtë si mesazh të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, sikur na thot kompenzoj humbjet e ditës. Domthonë ti domthonë je përpjek ditën, megjithatë të ke shumë humbje. Ke pas shumë shanse të afrimit me Allahun të kanë ik. Kompenzoj ato ikje gjatë natës. Kompenzoj ato ikje që të kanë shku ditën, domthonë kompenzoj natën. Domthonë është përpjekje me afru Zotit, sikur i thu Zotit u përpoqa gjatë ditës, nuk arrit edhe aq, po e provoj edhe një shansë. Se ndoshta është nata e fundit. Ndoshta bi për të fjetë edhe nuk zgjohem fare, apo ndoshta bëj xhum edhe nesër nuk zgjohem domethënë prej xhumit. O makfaratun lis-sayyi'at, edhe shlyse e mëkateve. Pse është shlyse e mëkateve? Sepse dita ka dinamik, dita ka lëvizje, dita ka detyra, dita ka bredhje. Edhe rrëdhëmisht gjasat e mëkatit janë më të mëdha se sa kur është jeta e qetë. Edhe i dua Allah sallallahu alaihi wasallam sikur se na mëson që megjithatë kaloj si kaloj dita, bile përmbyllet ditën me një shlyerje mëkatesh duke i falë një 2 recate ose 4 recate të namazit natës. Edhe katërta që është shumë themelore, e që është mesazhi i kësaj ligjrate, o manhatun 'anil ithm, edhe ju nal nga mëkatet. Sikur se na thotë Allah sallallahu alaihi wasallam, nëse ju jeni në procesin edhe projektin edhe mendësinë e njerëzve të mirë, edhe pastaj përpiqeni t'i afroheni Allahut, pastaj pastruroheni prej mëkateve, nisni fillim i ri. Manhatun 'anil ithm, kjo ju nal juve nga mëkatet. Dhe kjo është edhe këshilla e shumë njerëzve që ndoshta ndonjëherë kanë frikë se megjithatë shumë pe gjejnë zgjidhjen se si të largohen prej disa mëkateve ose se si të jenë më stabil. Thjesht manhatun 'anil ithm, do mu largu prej mëkateve. E keni sprovë me një mëkat, e keni krizë me një mëkat, e keni një lloj joshje ose një lloj tundje ose një lloj lëkundje, thjesht futen në programin tënd namazin e natës. Sa do pak recitim, megjithatë ta kesh një pjesë të jetës, domethënë me fal namaz natë dhe një program dhe një vëmendje ditore, javore, mujore kështu me radhë, ku e freskon në vazhdimsi vëmendjen tek temat e ahiretit. Ç'i bie? Për shembull, tash di në këtë muaj. Këtë muaj për shembull lexo diçka që ka të bëjë me xhehenemin. Një muaj tjetër lexo diçka që ka të bëjë me xhenetin. Një muaj tjetër lexo për jetën e varrit. Një muaj tjetër për shembull lexo për pasojat e mëkateve në ditën e gjykimit. Një muaj tjetër për shembull lexo për shpërblimet e njerëzve të devotshëm. Për shembull, merreni fjala bie një kohë lexo vetëm për shpërblimet e njerëzve që e përmendin shumë Allahun. Edhe pastaj ti joshesh për shpërblimet e ahiretit. Ose për shembull e merr 2-3 kapituj ose me shoqni, ndonjëherë mund për shembull në një prej bashkë bisedimeve mes jush të jetë për shembull, hajde secili prej neve le të përmend fjala bie për shembull 5 shpërblime që i dimi për xhenetin, ose 5 përshkrime që i dimi për xhenetin, ose 5 veprat që shpërblen kësaj në xhenet, ose çka dimi për mëkatet. Çish dënohet filan mëkatin në ditën e gjykimit. Për shembull, nëse ne i morëm fjala bie për shembull mëkatet që kanë bëjnë me pasurinë haram,
edhe me amoralitetin. Është trishtim me lezu hadithet. Ato janë të vërteta. Ato janë të vërteta. Ato i ka thonë ai që e thot të vërtetën dhe i shpallet nga Allahu. Edhe tash për shembull ti në vazhdimsi ndoshta rrethohesh nga një rreth i cili dëshiron me të verbu edhe me deë që veç mrri deri tek leku se është e parancishme se si kemi me mrri. Edhe pastaj do me deë se kjo nuk ka pasojë, jo ka pasojë. Ka pasojë. Ose dëshiron ta krijojë një lloj relativizimi të mëkatit se është mosha e tillë që është e pashmangshme po mos mu probleme këtë mëkati. Jo, është e shmangshme. Është e shmangshme ata të cilët kanë formulë, kanë zgjidhje, ndjekin zgjidhjen. E kjo zgjidhja. Zgjidhja është me e sforcu temën e ahiretit në vëmendjen tonë, dhe e dyta me ju përgjëru Allahut, me lutë Allahut, me pas pjesë të lidhjes sonë me Allahun, një pjesë të natës me u vetmu me Allahun subhanahu wa taala, me lutë, me kërku falje dhe me reflektu dhe me përmirësu. Elos Allahun subhanahu wa taala me na dhon qëndrueshmëri, me na dhonën syqelsi, edhe me na bë për njerëzve të devotshëm që këto dy zakone i kanë në nivel të duhur për ta mbajtur një fetari e cila fundin e ka xhenetin e Allahut. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.